Në kuadër të bashkëbisedimit me qytetarët, kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha u ndal në rajonin numër 3. Pjesë e këtij turi të përditshëm me banorët dhe bizneset për të diskutuar ndryrë në përmirësimin e çdo shqetësimi që përcjellin ata në adresim të Bashkisë së Vlorës. Kryebashkiaku Dredha ka dëgjuar shqetësimet e qytetarëve por edhe biznesit dhe u ka premtuar atyre zgjidhje, ndërsa theksoi se biznesi ka lehtësira të mëdha sa i përket taksave vendore nga Bashkia e Vlorës. Po ashtu kryebashkiaku u takua edhe me qytetarë të rastësishëm gjatë turit të tij në rajonin numër 3, ku prezantoi atyre projektet e Bashkisë së Vlorës për përmirësimin e infrastrukturës rrugore në këtë rajon. Edhe banorët kanë ngritur shqetësimet e tyre, por edhe propozimet kryesisht në drejtim të infrastrukturës, të cilat janë mbajtur shënim nga kryebashkiaku i Vlorës për t'u dhënë zgjidhje. Dredha tha se do të jetë gjithmonë për krah qytetarëve, jo vetëm në fushat elektorale, por edhe pasaj për të bërë më të mirën për Vlorën e për ta çuar qytetin në një stad tjetër të zhvillimit ekonomik dhe turistik.